kuptim edhe Abdigjiku nuk do të me prit. Vetëm që për hir të korrekcisë, Këshilli i Përgjithshëm e kishte votuar Barsin e listës, vetëm një vot ka qenë kundër e Xhavit Tukës, më sa kujtohem. Është vërtet, unë kam qenë... Pra nuk ka qenë vendim arbitrar i Abdigjikut, ka qenë vendimi i partisë. Në atë këshill kanë mungu, unë kam qenë atë këshill dhe kam pyet pse nuk janë, kanë mungu disa nga figurat kryesore të LDK-s. Po i përmeni ta zomnja 4, 5 po i përmendi. Nuk ka qenë Gazmen Muhaxheri. Nuk ka qenë Kujtim Shala. Nuk ka qenë Hykmete Bajrami, nuk ka qenë Abdullah Hoti, nuk ka qenë Arben Gashi. Apo s'ju ka bo puna me shku? Unë mendoj se me mos prezencën sepse para një procesi zgjedhor, ti duhesh me u sjell ma kujdesshëm, se ndikon në rezultat zgjedhje. Kështu që unë i kuptoj pse s'kan ardhur se me ardh edhe me votu kundër, ti aty po hyn proces zgjedhor me ndarje i përqam. Kështu që ti e menon cilat mund t'jenë dëmët në karshi me përfitimet. Do lidhja demokratike është bon lidhje oportuniste e Kosovës. A menon qështu? Dhe tani po kërkohet me ndryshu. Nëse një kryetar... Prandaj unë e kam përkrahur ndryshimin, sepse duhet me u largu prej kësaj linje. LDK-ja nuk duhet me qenë oportuniste. Në të kaluarën, LDK-s i ka pushtu. Urna? Ajo që s'po largohet, po bon presion tek delegatët. Po tash... Dje pam diçka tjetër. Po tash ti ka... Të kundër të Pe ke tret blok. Të dion. Veç edhe mënyra që është dul,